Përfaqësuesi i firmës amerikane që do të bëj konsulencën për privatizimin e kompanisë Alpetrol shpreh optimizëm për perspektivën e shitjes së saj me kushte të favorshme. Jude Kearney, kreu i grupit të biznesit ndërkombëtar të firmës Patton Boggs, pranon se Alpetroli ndodhet në një gjendje të vështirë, por thekson se kjo ndodh gjithmonë me kompanitë shtetërore. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai thotë se shumë investitorë kanë shprehur interes për Alpetrolin. Të ndjekim intervistën që ai dha koleges Keida Kostreci. Zoti Kearney, a mund të na shpjegoni procesin që pritet të ndiqet për privatizimin e Alpetrolit? Procesi nuk është përcaktuar ende plotësisht, por përgjithsisht rrjedhja e një procesi shkon kështu. Ne do të ulemi të diskutojmë me sa më shumë parti interesuara mes shqiptarëve që të jetë e mundur për të krijuar një ide se çfarë presin ata nga privatizimi dhe për të marrë mendimet e tyre. Bëhet fjalë për qeverinë, për ministrinë e posaçme që merret me sektorin në fjalë, për agjencinë që në këtë rast është Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Ne sigurisht do të diskutojmë dhe do të marrim idetë e punonjësve dhe menaxherëve të kompanisë për të siguruar që cilido qoftë procesi i shitjes të marrë parasysh interesat e këtyre grupeve. Alpetroli nuk është në gjendje të mirë financiare dhe ka shumë probleme si borxhe, mungesë tregu për të shitur naftën, si dhe pakënaqësi nga ana e punonjësve. Çfarë sfidash paraqet kjo situatë për privatizimin e tij? Without confirming that the specific problems you just mentioned are the real problems. Pa konfirmuar se ato që ju përmendët janë problemet e vërteta, unë pranoj se ka disa probleme që paraqesin sfida për investitorët. Por kjo ndodh gjithmonë. Kjo sepse është e vështirë kur nuk e të bësh me një firmë që ka si synim fitimin, siç janë kompanitë private. Në kushte të tilla, është e vështirë ta kesh gjendjen nën kontroll, lidhur me të gjitha çështjet e kredive, si në rastin e një firme komerciale. Kështu që nuk është befasuese që Alpetroli ka disa probleme financiare dhe probleme kredish. Nga ana tjetër, kështu ndodh pothuajse gjithmonë me entitete që privatizohen. Kjo nuk është ndonjë gjë e re për Alpetrolin. Në një farmase, investitorët janë mësuar me këtë fakt, pra që janë duke blerë një kompani e cila nuk e ka realizuar potencialin e vet të plot. Ata e kuptojnë se ka disa çështje që duhet i zgjidhin, çështja me punonjësit, dhe janë të gatshëm të zgjidhin ato ashtu siç kanë bërë me vende të tjera dhe me sukses. Kështu që unë besoj se ka disa investitorë të mundshëm që i din problemet që ju përmendët, që kanë përvojë në blerjen dhe transformimin e kompanive të tilla. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një nga raportet e tij ka thënë se privatizimi i Alpetrolit është i rrezikuar pjesërisht fal borxhit që Armo i detyrohet dhe nuk ja ka paguar. Cili është vlerësimi juaj për këtë rrezik? Nuk e kam analizuar konkretisht këtë çështje. Kam dëgjuar një gjë të tillë, por unë vetë personalisht nuk e di. Nuk e keni parë këtë raport? Nuk e kam parë këtë raport, siç u thash kam dëgjuar për këtë çështje. Patton Boggs ka realizuar gjithashtu privatizimin e Armos. A mund të na thoni se si mund të kontribuojë përvoja e fituar nga ai proces për privatizimin e Alpetrolit? Gjithmonë nxjerren mësime kur ndjek një proces të veçantë. Ne ndoqëm një proces të caktuar me Armon dhe hasëm disa pengesa gjatë tij, siç kam hasur në çdo privatizim që kam realizuar. Duke i kapërcyer disa nga këto probleme me Armon, besoj se këtë radhë do ta kemi më të lehtë që të kalojmë përmes të njëjtit proces me privatizimin e Alpetrolit. Ajo që mund të them është se do të jemi të kënaqur nëse do të arrijmë, dhe kam besim që do t'ja dalim, që të realizojmë për Shqipërinë atë lloj shitjeje dhe transaksioni që realizuam me Armon. Ne besojmë se interesi ekziston dhe se do të kapërcejmë të gjitha pengesat dhe do të përfitojmë nga ky interes. Megjithatë, pas privatizimit të Armos pati probleme. Vendin e konsorciumit që u shpall fituese zuri në fakt një kompani shqiptare e cila menaxhon tani Armon. A mund të shpjegoni se ç'doni të thoni kur thoni që doni të shihni edhe me Alpetrolin ato që realizuat me Armon? Well, first of all, I am not at I don't have all of the... Para së gjithash, unë nuk e kam të gjithë informacionin e dur që të flas për pikat konkrete që ju përmendi në lidhje me funksionimin e brendshëm të konsorciumit që bleu Armon, apo që ka aksione tek Armo.
Natyrisht që informacioni për konsorciumin që fitoi tenderin dhe që përfundimisht bleu aksionet e Armos është publik. Se ç'ndodhi më pas nuk besoj se unë mund të flas për këtë. E vërteta është se suksesi i një privatizimi nuk është më shumë i garantuar se sa ç'është i garantuar procesi përpara tij. Por shanset e suksesit pas një procesi të detajuar privatizimi janë më të shumta për kompaninë se sa para privatizimit. Dhe ne besonim këtë për Armon, e besojmë për Alpetrolin. Ne besojmë që një kompani nafte e sektorit privat do ta forcojë Alpetrolin në një mënyrë të tillë që qeveria nuk mund ta bëjë dot. Give nurturing to Alpetrol in a way that governments cannot. So when you Pra kur ju merrni një kontratë si me Armon apo Alpetrolin dhe një kompani si konsorciumi që përmenda më lart fiton, roli juaj përfundon aty, ju nuk mund të bëni më gjë nëse gjendja ndryshon? Nëse na kërkohet, është e pazakontë që neve të na kërkohet mendim pas privatizimit. Para së gjithash, kur kompania privatizohet, nuk është më nën kontrollin e qeverisë. Nëse do të na kërkohet dhe do të na jepej një kontratë për të kryer në një veprim, ndoshta mund të kishim një rol, por zakonisht kjo nuk ndodh me kompanitë private. Sa e vështirë ishte për firmën tuaj të fitonte kontratën për privatizimin e Armos? Turns out it was pretty hard. I mean, there were a good number of Mjaft e vështirë. Kishte një numër të konsiderueshëm konkurrentësh, 8 ose 9, ndoshta edhe më shumë, dhe disa prej tyre shumë të fortë. Por ne jemi marrë shumë me privatizime dhe nuk e kam fjalën vetëm për Armon, por mendoj se propozimi që paraqitëm ne ishte shumë i mirë me angazhime të cilat do t'i plotësojmë. Do të duhen shumë përpjekje, do të duhet shumë punë nga ana e qeverisë, nga vet Alpetroli, por edhe nga ne.